Arber Hajdari u bë i njohur për publikun shqiptar si një figurë e dal nga shoqëria civile, jo nga biznesi apo politika, dhe pikërisht kjo e bën historinë e pasurisë së tij edhe më interesante. Ai është themeluesi dhe drejtuesi i fondacionit Fundjavë Ndryshe, një organizat që prej vitesh operon në të gjithë Shqipërinë me projekte humanitare, rindërtim banesash, ndihmë për familje në varfëri ekstreme dhe ndërhyrje emergjente në raste fatkeqësish natyrore. Ky angazhim i vazhdueshëm e ka ekspozuar Arber Hajdarin çdo javë në media, duke e kthyer nga një aktivist social në një figurë publike kombëtare. Me rritjen e famës, erdhën edhe mundësi të reja profesionale, kontakte me donatorë të mëdhenj, bashkëpunime me institucione dhe kompani private, si dhe një rol gjithnjë e më i rëndësishëm në diskursin publik shqiptar. Kjo është baza reale, mbi të cilën fillon të ndërtohet edhe stabiliteti i tij financiar. Një fakt i padiskutueshëm është se televizioni ka luajtur një rol kyç në rritjen e të ardhurave personale të Arber Hajdarit. Përfshirja e tij si opinionist në Big Brother VIP, një nga formatet më të ndjekura në historinë e televizionit shqiptar, e vendosi atë në prime time çdo natë, përballë një audience masive. Opinionistët në këto formate nuk janë figura vullnetare, por profesionistët të kontraktuar, me pagesa mujore dhe marrëveshje të qarta financiare. Përveç Big Brother VIP, Arber Hajdari ka qenë i pranishëm në 10 emisione debati, talk show, formate sociale dhe aktivitete publike, ku shpesh ftohet për ekspertizën dhe profilin e tij publik. Këto dalje përkthehen në të ardhurat të rregullta, duke e bërë Milian një nga burimet më të qëndrueshme të financave të tij personale. Në planin e pasurive, Arber Hajdari është një shembull i një figure publike që ka zgjedhur të mos ekspozojë jetën private. Gjithatë, bazuar në të dhëna publike dhe deklarime të vet tij, ai jeton dhe vepron në Tiranë, ku ka investuar në prona të paluajtshme, kryesisht apartamente banimi. Investimi në pasuri të paluajtshme është një praktikë e zakonshme për individ me të ardhura të qëndrueshme dhe përbën një formë sigurie financiare afatgjatë. Ai nuk njihet për vila luksoze apo prona ekstravagante, por për zgjedhje të kujdesshme dhe funksionale. Edhe në aspektin e automjeteve, Arber Hajdari është parë publikisht me makina të kategorisë së mesme dhe të lartë, por pa element luksi të tepruar, duke ruajtur vazhdimisht një imazh publik të matur dhe të kontrolluar. Pjesa më delikate dhe më e debatuar e pasurisë së Arber Hajdarit lidhet me fondacionin Fundjavë Ndryshe. Ky fondacion është i regjistruar ligjërisht si organizat jo fitimprurse dhe funksionon përmes donacioneve nga qytetar, biznese dhe partner ndërkombëtar. Fakt është që një organizat e kësaj përmase ka shpenzime operative, staf të punësuar, menaxhim projektesh dhe strukturë drejtuese. Arber Hajdari, si drejtues i fondacionit, ka deklaruar publikisht në disa raste se ekziston ndarje mes financave personale dhe atyre të fondacionit, si dhe se fondet e mbledhura përdoren për projekte konkrete sociale. Megjithatë, pikërisht për shkak të transparencës së pjesshme dhe për masave të mëdha të fondacionit, ky aspekt vazhdon të jetë një pikë e nxehtë debati në opinionin publik shqiptar. Në përfundim, pasuria e Arber Hajdarit nuk është pasuri e ndërtuar nga bizneset klasike, tregtia apo investimet industriale, por një pasuri e krijuar gradualisht nga një kombinim faktorësh real dhe të verifikueshëm. Rol drejtues në një fondacion të madh kombëtar, kontrata thezovizi e prime time, angazhime publike të paguara dhe investime personale të zakonshme. Ai nuk shfaqet si simboli luksit ekstrem, por si një figurë që ka arritur stabilitet financiar përmes ndikimit social dhe pranisë mediatike. Pikërisht kjo e bën Arber Hajdarin një nga personazhet më komplekse të shoqërisë shqiptare sot, një figurë që vazhdon të ndajë opinionin publik mes admirimit dhe skepticizmit, dhe që për këtë arsye mbetet gjithmonë në qendër të vëmendjes.